Falënderit që keni ardhur, falënderit gjithëve. Po unë burko, kryeministër Adil, o vëlla më masharu një punë. Po. Çka është që kjo punë kryeministër para 3 javë hyp tash është drejt. Çka kjo punë? Qeveria ime dhe unë personalisht që kryeministri i Republikës së Kosovës ka potencuar dhe potencoj se Kosova është stabile. I ka institucionet stabile. E ka qeverin, e ka parlamentin, e ka edhe Bacin Jakup, i cili është ushtrus detyre dhe po ushtruat nga hena deri te premten. Dhe tash e tutje në Hajvali po e throsin na kupi. Ndërsa kurse në Drenis po e throsin Jakupi. Andaj, qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju premtoj, ju garantoj dhe ju siguroj se i kem numrat, e kam stilin, e kam frizoren, e kam gishtin, e kam edhe sahatin, 25, vanë ka bo. Andaj, i kemi edhe institucionet të Republikës së Kosovës, kështu që mos u bani marak. Jo, kryeministër, na mu shqetsu, as mu po marak, nuk i kemë ndërmen, na LDK-ja kërkojmë zgjedhje të reja. Qa është të si LDK-ja? Edhe vetë vendosë që kërkon zgjedhje findak të reja. Ose për ndryshe në shojmë sollën, dojnë na zgjedhje. Ka bo, më ka bo. Dojnë na zgjedhje. Qërë zgjedhje? Qasit mira. Tfore? Mira. Mos për s'ka të kush. Mos më selë ati. Ta hina unë e këshyra një naj. Ka bo zgjedhje? A majtëm zgjedhje pa 3 mujve? A majtëm? A i fitum zgjedhjet? I fitum. Ta sa 5 zgjedhja? A 5 na i fitum zgjedhjet? Qka o bon Kosovë, që 2 javë zgjedhje? Zgjedhje. Ma shpesh Kosovë vinë zgjedhje se sa bijat. A unë ma një. Jo, LDK-ja. Jo, LDK-ja për kryeministri. Kush e harrove babën? Kush bre, po du me të vetë se ju e një ma të informum. Shka u punë e soj kushtetutës kush. Për qëtë vezetin. Dikush po thot e ka shkel. Dikush po thot je se ka shkel. Tjetëri kush po thot je ka shkel. Konkush letrat je ndollë që e ka shkel. Apo me rëvers, e ka shkel kush, as e ka shkel. E ka shkelin qof, e ka shkel. Edhe më s'fëllë për bezgjet, je që e ka shkel, pe ka shkel me thamër si kur ta shkel cigaren. Aj që shu ka mon kryt për pjetë, kështa dhe, jo që e ka shkel kushtetutën, për ditë që kur shkel në baski. Ja, pas, ashtë të i vani. A unë plot që ke bra knauf? Allah, knauf dhe më konë, knauf është, pse? Jo, veç, e ka shkel. Aha, ka shkel. Kush? Që është ka me kush? Mirë, faleminderit. Që është bateca? Mirë, po shkon. A po shëjita na? Po. Qa më ke dollë do të thonë të kush? Shka? Shka s'sheve ti? Unë e sonte kam ardhur doth, sepse u tuta se mos peshkeli kushtetutën. Edhe... Edhe në rast, nëse e shkeli, thash ta shkeli pak ma but, sepse e këputën kushtetutën të shkel, e sakatun. Kush pasha rëmt, nga një gnej. Nga një se dësane si dine. Nëse vazhdojnë me shkel që shtu që të kushtetut, po të bëjbe që me nene kanë mishkohan, është me ligje, me krejt qaj ko, kam është përthy. Për spital kam u bo kush, t'i lojmë këto sene, po a kini nej përësi për veqet pacollin një Ja, o kush, o kush e re, pret, folin e sen. Mës fol që me knojmë me i sen, hajt. Me këtë më bo? Që më bo? E knojmë, hajt. Me knojmë po. Hajde, Hajde, O, mor be gjete, o, mjeri
qitë na i përpeqe, shtohet stia qitë na i përpeqe. Ja ku poga me Opel Kadete, ja ku poga me Opel Kadete, hijet paska emri presidente, hijet paska emri presidente. Falënderit kushëri. Në vazhdim ja japim fjalën edhe një herë kryeministrit. Hajde zoti kryeministër së. Marketing. Falënderit që keni ardhur, falënderit gjithëve. Po unë burko, kryeministër Adin, o vëlla me ma sharu një punë. Po. Çka është që kjo punë kryeministër para 3 javë hyp tash është drejt. Çka kjo punë? Qeveria ime dhe unë personalisht që kryeministri i Republikës së Kosovës ka potencuar dhe potencoj se Kosova është stabile. I ka institucionet stabile. E ka qeverin, e ka parlamentin, e ka edhe Bacin Jakup, i cili është ushtrus detyre dhe po ushtruat nga hena dhe të premten. Dhe tash e tutje në Hajvali po e throsin në kupi. Dërsa... Kurse në Drenis po e throsin Jakupi. Andaj, qytetarëve të Republikës së Kosovës ju premtoj, ju garantoj dhe ju siguroj se i kem numrat, e kam stilin, e kam frizoren, e kam gishtin, e kam edhe sahatin, 25, vanë ka bo. Andaj, i kemi edhe institucionet të Republikës së Kosovës, kështu që mos u bani marak. Jo, kryeministër, na mu shqetsu, as mu po marak, nuk i kemë ndërmen, na LDK-ja kërkojmë zgjedhje të reja. Qa është të si LDK-ja? Edhe vetë vendosë që kërkon zgjedhje Findak të reja. Ose për ndryshe në shojmë solën, dojna zgjedhje. Ka bo, balbë, më të ka bo? Dojna zgjedhje. Ty zgjedhje? Qasit mira. Tfore? Mira. Mos pëska të kush. Më selë ati. Ta hina unë e këshyra një najtë. Ka bo zgjedhje? A majtëm zgjedhje pa 3 mujve? A majtëm? A i fitum zgjedhjet? I fitu. Ta sa 5 zgjedhja? A 5 na i fitujmë zgjedhjet? Qka o bon Kosovë që 2 javë zgjedhje? Zgjedhje. Ma shpesh Kosovë vinë zgjedhje se sa bijat. A unë ma një. Jo, LDK-ja. Jo, LDK-ja për kryeministri. Kush e harrove babën? Kush bre po du me të vetë se ju e një matë informum? Urna. Shka u punë e soj kushtetutës kush? Urna. Për qëtë bezetin. Dikush po thot e ka shkel. Dikush po thot jes e ka shkel. Tjetëri kush po thot je e ka shkel. Kush letrat je ndollë që e ka shkel. Apo më rëvesh, e ka shkel kush, as e ka shkel. E ka shkelin qof e ka shkel. Edhe më s'pëllë për begjedje që e ka shkel pe ka shkel me thamër si kur ta shkel sigaren. Aj që shu ka mon kryt për pjetë, kështa dhe, jo që e ka shkel kushtetutën, për ditë që kur shkel në baski. Ja, për që ashtë të ti vani. A unë plot që kje brak në ufë, shka vëdo? Jo, lo, këna uvë dhe më konë, këna uvë është, pse? Jo, veç, e ka shkel. Aha, ka shkel. Kush? Që s'ka me kush? Mirë, falim dhe. Që shbateca? Mirë, po shkon, Apo shëjita na? Po. Qam ke dollë do të thonë të kush? Ska? Shka s'sheve ti? Unë e sonte kam ardhur doth, sepse u tuta se mos përshkeli kushtetutën. Edhe...
edhe në rast, nëse e shkeli, thash ta shkeli pak ma but, sepse e këpotën kushtetutën të shkel e sakatun. Kush pasha rapt nga një kënej, nga njëse dësane si tene. Nëse vazhdojnë me shkel që shto që të kushtetut, po të bëjbe që me nene, kanë mi shkoanash, me ligje, me krejt qaj ko, kam është përthy. Për spital kam u bo kush, t'i lojmë këto sene, po a kini nej përësi për veçet pacolin një për. Ja, o kush, o kush e re, pret, folin e san, mës fol që me knojmë e san, hajt. Me këtë më? Që më? E knojmë, Me këtë më po? Hajde! Falënderit kushëre, në vazhdim ja jopim fjollën edhe njerë kryeministrit, hajde zoti kryeministrit, Marketing!